Edhe pse muaj gusht shënon kulmin e sezonit turistik veror dhe fluksi i lëvizjeve në pikat kufitare mbetet i lartë. Në pikën e kalimit kufitar të Kakaviës, situata paraqitet e qetë pa radhë dhe pa pritje të gjata. Shërbimet e policisë kufitare po përballojnë normalisht lëvizjen e udhëtarëve dhe automjeteve. Po vim nga Athina. Kemi ardhur për pushime. Do rrim i javë, do vëm det për qef, do ja kalojmë shumë mirë. Nuk ka radhë fare, shqyr zoti që ka tamam. Nuk ka problem. Shqipëria ka ndryshuar shumë, shpresojmë akoma më tepër. Jam nga Greqia dhe po vi të kaloj pushimet verore në Shqipëri. Fatmirësisht sot nuk ka radhë në pikën kufitare, ndaj kalimi u bë shumë i shpejt. Vi çdo vit në Shqipëri, sepse më pëlqen deti, natyra dhe mikpritja e njerëzve. Kam pritur këtu. Si është situata këtu, pritet gjatë? Jo, mirë ishte sot. Mirë kalon dhe grekët, tani s'kishte fare lëvizje. Pra nuk patët vonesa? Jo, punoni. Gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 7.428 shtetas, prej të cilve 4.359 kanë hyrë në Shqipëri dhe 3.089 kanë dalë. Pashtu janë përpunuar 2.326 automjete me 1.289 në hyrje dhe 1.037 në dalje. Sipas të dhënave të policisë kufitare, 612 shtetas kanë hyrë në vend për qëllime turistike, duke dëshmuar se Kakavia vjen të mbetet një nga portat kryesore të hyrjes së vizitorëve gjatë sezonit veror.